Policia e shtetit ka publikuar bilancin mujor të punës për nëntorin, një periudhë karakterizuar nga operacione intensive, bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe angazhim i shtuar në terren për garantimin e rendit dhe sigurisë. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit nëntor janë zhvilluar 115 operacione policore, nga të cilat 13 kishin për objektiv lokalizimin dhe kapjen e personave të kërkuar ndërkombëtarisht, kryesisht të përfshirë në grupe kriminale. Në total për veprimtari të ndryshme u arrestuan 602 shtetas, ndërsa në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar arsenal armësh, lëndë plase, drogë, paratë përfituara nga këto veprimtari kriminale, automjetet e trafikuara dhe pajisjet specializuara. Janë sekuestruar 5.6 kg lëndë shpërthyese, sasi lëndësh plasëse të gatshme, 29 granata, qindra kapsola detonatore dhe fitil zjarr përcjellës, 21 armë zjarri, pjesë armësh dhe rreth 7.000 fishek të kalibrit të ndryshëm, 7 kg lëndë narkotike kokain, 85 kg kanabis, 38 në trajt çokoladë dhe vaj, 1.516 bim narkotike dhe 300 fara, 12 milion euro pasuri dhe rreth 120.000 euro kesh, me burime kriminale, 118.900 euro të vjedhura në bank, 11 paku me kartë monellat falsifikuara dhe rreth 300 celular, pajisje për bllokim valesh, jelek antiplum, uniforma dhe pajisje si të policisë, targat huajet falsifikuara, mjetet trafikuara, dokumente dhe karta SIM të paregjistruara. Shërbimet e repartit Elit Renea, Drejtoria Antiterrorit dhe Drejtoria Vendore e Shkodrës finalizoi operacionin në Roshi me 2 shtetas dhe një arsenal armësh zjarri shpërthyese, të cilët u vetoizoluan në banesë dhe kanosën punonjësit e policisë, ku pas 12 orësh në rrethim u vunë në pranga. U arrestuan 53 pjesëtar grupesh kriminale në fushën e narkotikëve. Janë goditur disa raste të trafikimit të lëndëve narkotike dhe lëndëve plase drejt Kosovës dhe 4 raste të trafikimit të automjeteve nga shtetet europiane. Janë zbuluar 8 ambiente të mbyllura, ku 7 i përkisnin Shkodrës, të pajisura me 992 pajisje për kultivim dhe tharje të bimëve narkotike me anë të llampave, 5 ambiente me qira ku ushtroi prostitucion dhe 9 lokale të përshtatura për organizim të kundërligjshëm të lojrave të fatit. Në gjithë vendin, krimet ekonomiko-financiare goditën 42 raste, kryesisht të mashtrimit nëpërmjet call centrave apo me produkte për sigurim dokumentesh, ndërtimet paligjshme, kontraband madrash e të tjerë. Në fushën kibernetike janë goditur 12 raste. Janë zbardhur 8 ngjarje kriminale, janë finalizuar 17 operacione kundër vjedhjeve në banesa, 5 operacione të transportimit kundrejt fitimit të emigrantëve, janë parandaluar dhe goditur 4 raste të gjuetisë në kundërshtim me ligjin. Edhe operacioni për hapësirat publike është finalizuar me goditjen e 164 rasteve të shfrytëzimit të hapësirave dhe me procedimin e 98 drejtuesve të automjeteve për parkime të gabuara apo për bllokim të akseve. Gjatë muajit nëntor janë vënë në pranga 220 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të rregullave të qarkullimit. Në pikat e kalimit kufitare janë goditur 47 raste të kalimit paligjshëm, 11 raste të tentatives për të kaluar kufit me dokumente falso, 5 raste të mosdeklarimit parave, 10 kontraband të madrave dhe 5 për trafikim të narkotikëve. Policia e shtetit bën me dije se edhe gjatë muajit dhjetor do të jetë në gatishmëri për shkak edhe të flukseve të shtuara për shkak të festave të fundvitit, ndërsa fton qytetarët të bashkëpunojnë për çdo rast të paligjshmërisë.